Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falenderimet si gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotërinë e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Në trup është një copë mishi, e cila nëse ndreqet, i tërë trupi ndreqet, dhe e cila nëse prishet, i tërë trupi prishet. Këto janë fjalët e atij që nuk flet nga hamendja, e atij që Zoti e përzgjodhi për të qenë mbartës i mesazhit të fundit hyjnor tek njerëzimi. Janë fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam për zemrën dhe rëndësinë që ajo paraqet. Pra, në trupin e njeriut është një copë mishi, është një organ nga i cili varet edhe shëndëshmëria e gjymtyrëve, por edhe prishja e tyre. Pra, nga zemra varet se njeriu çfarë rrugë do të trasojë. Dhe pikërisht për këtë shkak, si të kaluarën, si tani dietarët musliman janë marrë shumë me zemrën, janë marrë shumë me mënyrat se si ne mund të mbajmë atë të pastër dhe të shëndosh, sikur që janë marrë edhe me shkaqe tjera të cilat mund të rrezikojnë atë, mund t'ja zbejnë këtë shëndoshmërinë, mund t'a sëmurin atë, e madje edhe mund t'a sjellin deri në atë gjendje kur ajo vetëm fizikisht mund të themi se jeton ndryshe, funksioni i saj për të urdhëruar për të mirën, për të ndaluar nga e keqja, zhduket. Prandaj edhe ne sot të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, do të mundohemi që para jush të prezantojmë këshillat e një dietari të madh, të dalluar për dijen dhe urtësinë e tij, dhe të cilat në fokus kanë disa simptoma ose disa gjëra të cilat e rrezikojnë zemrën, madje janë klasifikuar pikërisht prej tij si gjëra që e prishin zemrën. Dhe ato janë kësaj. Ibn Kajimi, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj. Prishësit e zemrës janë 5. E para, shoqërimi i tepërt me njerëz, e dyta, ngrënia e tepërt, e treta, gjumi i tepërt, e katërta, kur zemra lidhet me dikë pas Allahut, dhe e pesta, kur njeriu ka ëndra dhe dëshira të rreme. Pra, janë këto 5 gjëra që nga Ibn Kajimi, Allahu mëshiroft, janë klasifikuar si gjëra që rrezikojnë zemrën dhe kanë potencial për ta prishur atë. Para se të njihemi me këto këshilla, ashtu edhe si që kemi bërë tradit, me lejnë Allahu te bareke ve teala, do të mundohemi që para jush të sjellim një biografi përmbledhëse të autorit të këshillave, për të njohur me të, për të njohur me dijen e tij dhe për të parë se sa më rëndësi janë këto fjalë të cilat ai na i ka thënë neve. Ibn Kajimi është njëri prej dietarëve më të shquar të shkencave islame. Ka lindur në vitin 691. Njihet me këtë emër, ndryshe emrin e plot e ka Muhammed bin Ebi Bekr bin Ejub. Rrjedh nga një familje e cila jo vetëm që e ka dashur dijen, por edhe e ka kultivuar atë. Babai i tij një herësh ka qenë edhe njëri prej mësuesve të tij. Hoxha ynë Ibn Kajimi, Allahu mëshiroft, ka pasur fatin që të merr dije tek dietarët më të mëdhenj të kohës së tij. Ka pasur fatin që të merr dije madje prej atij që konsiderohet si mësuesi i tij kryesor, Ibn Taymije, Allahu i mëshiroft që të dy. Është ndikuar shumë prej tij dhe prej fjalëve të tij, atë sa ka qenë rrallë ajo kur është përmendur Ibn Taymije dhe nuk është përmendur emri i tij. Madje Ibn Kathiri, i cili po kështu ka qenë njëri prej nxënësve të Ibn Taymijes,
Përmend se që nga viti 712, kur Ibn Taymije ishte kthyer nga Egjipti në Damask, deri në vdekjen e tij, as edhe një herë të vetme nuk është ndarë Ibn Qayyimi prej tij. Pra e ka shoqëruar vazhdimisht dhe ka marrë dije prej tij, aq sa është bërë, si themi, një lloj zëvendësi i tij, madje edhe praktikisht e ka zëvendësuar atë pas vdekjes tij. Ibn Taymije, siç përmendet, ka qenë plot 30 vite më i vjetër se sa Ibn Qayyimi. Prandaj ky raporti jo vetëm nxënës dhe mësues, mirë po është ngritur edhe në një nivel tjetër dhe ka qenë raport edhe, si themi, prindror. Pra një afërsi e madhe e Ibn Taymijes me Ibn Qayyimin, që sigurisht si ka reflektuar edhe në dije, por edhe në sjellje dhe edhe në tipare. Madje, të nderuar vëllezër, është interesante se Ibn Qayyimi konsiderohet si, nëse mund ta quaj kësaj, siç edhe ka thënë në të vërtetë Ibn Hajar el-Asqalani, Ibn Qayyimi konsiderohet si trashëgimia kryesore e Ibn Taymijes. Përveç atyre veprave të shumta dhe me vlerë që ka lënë pas vetes, Ibn Taymije ka lënë edhe nxënës të shumtë, në mesin e tyre edhe Ibn Qayyimin, i cili llogaritet si trashëgimia më e mirë që Ibn Taymije ka lënë pas vetes, Allahu i mëshiroft që të dy. Ibn Qayyimi ka qenë i dalluar për vlerat dhe dijen. Ka qenë njeri i guximshëm i cili e ka thënë të vërtetën duke mos pasur frikë askën. Gjatë jetës së tij është burgosur 3 herë. Herën e parë është burgosur me Ibn Taymijen bashkërisht, herën e dytë është burgosur dhe nuk është liruar vetëm se kur ka vdekur Ibn Taymije, dhe herën e tretë është burgosur për shkak se për një çështje të caktuar, për një meselë të caktuar fetare, nuk ka pajtuar, ka shfaqur mendimin e tij dhe për këtë arsye edhe është burgosur. Ibn Qayyimi është prej dietarëve që vërtet kanë zënë pozita të larta në botën e shkencave dhe dijeve islame. Ibn Rajebi ka thënë se Ibn Qayyimi ka qenë mjeshtër i shkencave islame në tefsir, në usuluddin, në hadith, në fiqh, në usul i fiqh, në gjuhë arabe e tjerë. Nuk kam parë dietar me diapazon më të gjerë se sa Ibn Qayyimi. Kështu ka thënë edhe Qadiu Burhanuddin Zur'i, nuk kam parë njeri i cili ka pasur diapazon më të madh të dijes se sa imamin Ibn Qayyimi. Ibn Qayyimi ka ushtruar detyrën e imamit dhe të ligjëruesit. Por pas vetes ka lënë një numër të madh veprash, të cilat edhe kanë përjetësuar emrin e tij. Unë po përmend disa vepra vetëm sa për ilustrim, ndryshe ato janë shumë më shumë. Është autor i librit Tahdhibu Sunan e Abi Dawud, pastaj autor i librit Medarij es-Salikin, të cilit ne i jemi referuar pikrisht për këtë këshill, autor i librit Zad al-Ma'ad, që është libër shumë i njohur, pastaj i librit I'lam al-Muwaqqi'in, i librit Bada'i al-Fawaid, i librit të njohur që është edhe në gjuhën shqipe Ad-Da wad-Dawa, sëmundja dhe ilaçi, dhe i librit Miftahu Dar es-Saada. Janë disa vetëm prej këtyre librave që ai ka shkruar, ndryshe ata janë shumë më shumë se sa këta që ne i kemi përmendur. Ibn Qayyimi ka vdekur në vitin 751 sipas hijretit në Damask, ku edhe është varrosur. Pra, pas vete ka lënë një trashëgimi të madhe, e cila edhe sot e kësaj dite shërbehet nga muslimanët dhe ju shërben muslimanëve. Dhe ja, ne të nderuar vëllezër dhe motra, jemi ata që sot shërbehemi me fjalët e tij dhe pikërisht disa prej këshillave, prej urtësive të tij edhe po përcjellim juve. Ibn Qayyimi ka folur në këtë këshill për disa gjëra që e rrezikojnë zemrën.
i ka klasifikuar si mufsidate, si prishse, si gjëra që e rrezikojnë potencialisht shëndoshmërinë dhe jetën e zemrës. Dhe i ka përmendur 5 prej tyre, cilat ne me lejen Allahu te bareke ve teala do të mundohemi të detajojmë në mënyrë që të shohim se çfarë mësimesh fshihen në to. Këshilla e parë e Ibn Qayyimit, Allahu më mëshiroft, është që ne të kemi kujdes nga shoqërimi i tepërt me njerëz, për arsye se shoqërimi i tepërt rrezikon që ta prish zemrën. Sigurisht se disa prej këtyre këshillave ne kemi pasur rastin që madje edhe në kuadër të kësaj serie t'i përmendim dhe t'i trajtojmë për shkak të rëndësisë së tyre. Janë të shumët ata dietarë që i kanë trajtuar në ligjëratat e tyre, në punimet e tyre. Prandaj ndonjëherë mund të ketë edhe përsëritje pikërisht për shkak të kësaj, pra se shumë dietarë i kanë klasifikuar, i kanë evidentuar si shkaqe të rrezikshme, prandaj edhe i kanë trajtuar në punimet ose në ligjëratat e tyre. Ne kemi përmendur edhe më parë se shoqërimi i tepërt me njerëz ka rrezikun e vet, për faktin se shoqëria është ajo që në një ose formë tjetër ndikon tek ne. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka përmendur që njeriu ka fen e shokut të tij, el mar'u ala dini khalili. Njeriu është sipas fesë, sipas moralit, sipas sjelljeve të shokut të vet. Prandaj shikoni se me kë shoqëroheni dhe kë e zini mik. Pra ne duhet që në parim të jemi të kujdesshëm për shkak se shoku do të ndikojë tek ne. Mund të ndikoj për të mirë, por Allah na ruajt, mund edhe të ndikoj për të keq. Dhe në një shembull, në një rast tjetër, Muhamedi alayhi salatu wassalam sjell 2 shembuj se si mund të ndikoj shoku tek njeriu. Ai përmend shitsin e parfumeve dhe farktarin. Shitsi i parfumeve është një prej atyre njerëzve që simbolizon të mirën, që ti mund të shkosh që të marrësh prej tij një parfum, ose ai mund të të dhurojë ndonjë parfum, ose të paktën mund të kënaqesh me aromën e parfumeve për aq kohë sa ti je në praninë e tij. Përderisa farktari, i cili vetëm në mënyrën alegorike, përndryshe nuk është se Allah na ruajt kjo pozitë ose ky profesion përbuzët, nga se ju siç e dini Davudi alayhi salam ka qenë farktar. Çështja nuk ka të bëjë me profesionin, mirë po ka të bëjë vetëm me alegorinë. Në qoftë se je në mesin në dyqanin e farktarit, atëherë në qoftë se nuk të digjen rrobat, të paktën do të shqetësohesh nga ajo aroma e rëndë që lëshon thëngjilli. Dhe kështu janë edhe shokët. Ai që është i mirë do të dhurojë të mira në një ose formë tjetër. Dhe ai që është i keq, Allah na ruaj, do të dëmtojë në një ose formë tjetër. Prandaj ne si besimtar jemi të thirrur që të kemi kujdes në parim se kë e shoqërojmë. Nga se është e tepër thuhet se ka argumente të shumta që dëshmojnë se si shoqëria e keqe mund të ndikojë tek njeriu. Pra janë argumentet më të shumta se sa që ne kemi nevojë të referohemi si fakte këtyre, mirë po thjesht sa për ilustrim ne po përmendim një rast të jetë të veçantë, një rast të jetë specifik për të kuptuar se sa rrezik të madh paraqet shoqëria e keqe dhe për të marrë mësimin dhe mesazhin që të largohemi me kohë prej tyre se dëmet mund të jenë të mëdha. Ju e dini që pas vdekjes së gjyshit, Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka trajtuar me mirësjellje dhe është përkujdesur për të xhaxhai i tij Ebu Talibi. Ebu Talibi ka qenë një njeri që e ka nderuar, madje edhe kur është dërguar për profet, e ka mbrojtur për që nuk e ka besuar. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam edhe si një profet, por edhe si një
një nip i cili dëshiron që të jetë i sjellshëm me xhaxhan e tij, ka shkuar dhe në momentet e fundit të jetës. I ka thënë, o xhaxhaim, thuaje fjalën la ilaha illallah, që unë të ndërmjetësoj për ty tek Allahu te bareke o teala. Pra, ma jep një argument që unë t'i them Zotit tim që të të falë ty, dhe është kusht që të besosh. Ebu Talibi ndoshta edhe kishte qenë i gatshëm që ta pranonte besimin. Por në pranitë e tij ishin Ebu Xehli dhe ishin disa emra të tjerë që e refuzonin me arrogancë fenë e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe i thanë se si në fund të jetës tënde po e braktis fenë e babait tënd dhe po i bashkohesh fesë së Muhamedit. Prandaj ai përballë këtyre fjalëve dhe duke mos e kuptuar drejtat zgjidhjen që duhej të bënte, pavarësisht fjalëve duhej që ta pranonte fenë, nga se varet shpëtimi i tij, ai vendosi që të vdeste si jo musliman. Pra ishte xhaxhai Muhamedit alayhis salatu wassalam. Afër tij ishte Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe kjo nuk i bëri dobi. E çfarë mund të na bëjë neve dobi sot, nderuar vëllezër, kur ne nuk e kemi pranë Muhamedit alayhis salatu wassalam. Prandaj kemi kujdes se shoqëria e keqe mund të na sjellë deri në këtë pozitë, atë sa ta humbim edhe besimin. Allahu na ruajt dhe na ruajt besimin ton. Prandaj dietarët musliman kanë përmendur se shoqëria ka rëndësi tejet të madhe, dhe kur themi ndalohet shoqërimi i tepërt, ajo që duhet ta keni parasysh është se bëhet fjalë për rastet kur shoqërimi është i panevojshëm. Ndryshe, ne si besimtar nuk jemi thirrur që të jemi të izoluar. Nuk bëhet fjalë për besimtarin si egoist ose individualist, përkundrazi, besimtari thjesht i shmang gjërat që janë të tepërta dhe të panevojshme në jetën e tij. Prandaj dietarët kanë përmendur se shoqëria sipas nevojës dhe efektit mund të jetë tri llojesh. Një shoqëri mund të jetë e nevojshme, ashtu siç janë për shembull të nevojshme buka dhe uji. Ashtu siç ne nuk mund të jetojmë pa ushqim dhe pa pije, po kështu nuk mund të jetojmë edhe pa një lloj të shoqërisë, dhe ky lloj shoqërisë është shoqërimi i dietarëve, i atyre që na mësojnë fenë, i atyre që na udhëzojnë në rrugën e drejtë, pa të cilët ne nuk mund ta kuptojmë fenë drejt. Lloji i dytë është shoqërimi sikur ilaçi. Ndonjëherë ne kemi nevojë për ilaçin, mirë po vetëm kur jemi të sëmur. Në momentin që ne shërohemi, më nuk i përdorim ilaçet. Kështu janë disa njerëz që ne duhet të shoqërojmë vetëm në raste të caktuara, dhe pastaj në momentin që ne mbarojmë punë, por të mos rrezikuar zemrën tonë, ne largohemi prej tyre. Dhe lloji i tretë është sikur sëmundja ose sikur helmi, dhe janë pikërisht njerëzit ata që na flasin për dynjan, ata që na largojnë prej Allahut te bareke ve teala, ata që na bëjnë fenë të vrazhd. Prandaj ne duhet të largohemi prej tyre. Duhet të largohemi prej tyre, të nderuar vëllezër, për faktin se nëse nuk largohemi sot, nesër të tillët mund të jenë armiqet tanë më të mëdhenj. Edhe pse ne mund t'i marrim në këtë botë për miqe të afërm, ata mund të na shndrohen në armiq. Allahu ka thënë: "El-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa el-muttaqin." Në ditën e llogarisë, përveç të devotshmëve, përveç atyre që janë shoqëruar për hir të Zotit dhe kanë ndihmuar njëri tjetrin për të forcuar në rrugën e Zotit, të tjerët do të jenë armiq të njëri tjetrit. Prandaj ne kemi nevojë që të shoqërohemi me njerëz në mënyrë që ta ruajmë fenë, dhe në momentin që dikush na thret për diçka tjetër që na rrezikon fenë, ne duhet t'i braktisim ata. Madje të nderuar vëllezër, ne duhet që në parim njerëzit t'i shoqërojmë për punë të mira. Mirë po ndonjëherë mund të ketë edhe gjëra të cilat
mund të mos jenë të ndaluara, por që konsiderohen prej asaj perspektives që janë të lejuara, por jo të preferuara. Prandaj si besimtar, për të ruajtur karakterin tonë, për të ruajtur dinjitetin tonë, preferohet shumë që të largohemi prej tyre. Për faktin se ato ndonjëherë Allah na ruajt mund që të jenë shkak për të zhytur në ndonjë haram, në ndonjë mëkat, pra janë hapi i parë që mund na çojnë drejt të ndaluarës. Prandaj si besimtarë kemi për detyrë, kemi për obligim që për të ruajtur veten tonë, të largohemi edhe prej tyre. Për faktin se ndonjëherë kjo mund na çojë në mëkat dhe pastaj mund të kem pasoja të mëdha në botën tjetër. Allahu ka thënë: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Në ditën e llogarisë, ai që ka bërë vetës së vet padrejtësi me mëkate, do të thotë sikur ta kisha ndjekur rrugën e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Mirë për mua, pse shkova me ata që më thërësnin në mëkate? Pse i ndoqa ata, pasi që unë isha i udhëzuar, ndërsa ata më humban. Pra, në qoftë se ne ndjekim rrugën e atyre që na thrasin në mëkate, ne do të lajthisim, do të devijojmë, prandaj na duhet që t'ia vëmë vetes një stop, në mënyrë që ta shpëtojmë zemrën tonë në këtë botë, dhe të shpëtojmë në botën tjetër, për shkak se shoqëria ndikon, dhe siç thot një fjalë e urtë arabe, as-sahibu sahib, shoku e tërheq njeriu. I miri të tërheq në të mira, ndërsa i keqi të tërheq në të këqija. Ne po bëjmë këtu një pushim të shkurtër për të rikthyer sërish me lejen Allahu te bareke ve teala me këshillat e dietarit tonë që ndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen Allahu te bareke ve teala për të vazhduar me këshillat e Imamit Ibn Qayyimit, Allahu e mëshiroft. Në pjesën e parë unë njoftuam pak me biografinë e tij dhe me atë që ai e ka klasifikuar si prishësin e parë të zemrës, e që ka të bëjë me shoqërimin e tepërt me njerëz. Tani do të vazhdojmë me 4 gjëra tjera që ai ka klasifikuar si vepra të rrezikshme që rrezikojnë këtë shëndoshmërinë e zemrës. Prishësi i dytë i zemrës, sipas Ibn Qayyimit, është ngrënia e tepërt. Ne, siç e përmendëm më parë, edhe këtë çështje kemi trajtuar në një prej këshillave të kaluara, por thjesht po i përsërisim disa gjëra që t'jenë edhe si përkujtim, edhe për shkak të rëndësisë që kanë. Nuk ka asnjë dyshim se ushqimi ndikon në karakterin e njeriu. Njeriu përveç tjerash është edhe çfarë han dhe pin. Pra edhe në kuptim të karakterit, njeriu është çfarë han dhe pin. Dhe besoj se nuk ka nevojë që ta dokumentojmë këtë, nga se ne shohim ata që konsumojnë gjëra të ndaluara, se ato gjëra të ndaluara ndikojnë në sjelljet e tyre, në karakterin e tyre, madje ndikojnë edhe në fizikun e tyre. Pra ushqimi është një rëndësi e të madhe, dhe për të arsye ne gjejmë fenë e cila çështjen e ushqimit e trajton me theks të veçantë. Ne gjejmë fenë e cila agjerimin që nënkupton largimin nga ushqimi e ka bërë si një prej shtyllave kryesore të fesë. Agjerimi nënkupton braktisjen e qëllimshme të ushqimit dhe pijes, jo për ta dëmtuar veten, por për ta edukuar, për ta disiplinuar veten, për të shtypur epshet dhe pasionet degeneruese dhe shturëse. Prandaj të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, dietarët musliman kanë përmendur se kur e trajtojmë ushqimin dhe ndikimin e tij negativ, për qëllim kemi para 2 gjëra. Ushqimin që në esencë është i ndaluar, për shembull
nga perspektiva fetare, ka lloje të ndryshme të mishrave që janë të ndaluara. Ka lloje të ndryshme të pijeve, pije dese janë të ndaluara. Ndalohet konsumimi këtyre ushqimeve që në parim janë të ndaluara, janë haram. Dhe e dyta, ndalohet teprimi me ushqim edhe nëse në esencë është i lejuar. Ndalohet për shkak të pasojave që mund të kemi nga ushqimi. Prandaj ne kemi përmendur dhe po e citojmë sërish të dërguarin tonë Muhammedin alayhis salatu wassalam, i cili na ka porositur që me rastin e ushqimit patjetër ne t'i kushtojmë rëndësi mënyrës se si ushqehemi. Ka thënë që nuk ka enë më të keqe të cilën njeriu e mbush se sa stomaku i tij. Dhe nëse ju e keni patjetër që të hani, atëherë duhet që ushqimin ta ndani ngrënien duhet ta ndani në 3 pjesë. Një pjesë të jetë për ushqim, e dyta të jetë për pije dhe një e treta të jetë për frymëmarrje. Pra nëse ne e marrim ushqimin kësaj, nuk e teprojmë me ushqim, atëherë ne do ta ruajmë shëndetin ton edhe fizik, por do ta ruajmë edhe shëndetin ton shpirtëror, nga se ushqimi i tepërt, siç kanë përmendur dietarët, ka pasoja të shumta. Prej këtyre pasojave është se ai e nxit njeriu që pastaj edhe të kaloj kohë të shumtë në gjumë. Dhe gjumi, siç edhe do të përmendim me lejen e Allahut te bareke o teala në vazhdim, nga se e ka veçuar Ibn Kaimi si prish në të veçantë, gjumi mund të na privojë nga të mirat të shumta. Po e lidhim këtë menjëherë me lejen e Allahut te bareke o teala, në mënyrë që të jetë edhe si vazhdimsi e këtij shpjegimi. Ibn Kaimi ka përmendur se gjumi i tepërt është përtej atyre nevojave që ne i kemi në kuptimin fiziologjik. Gjumi i tepërt ka pasoja të mëdha, ka pasoja të shumta. Mund ta dëmtoj në mënyrë të drejtë për drejtë zemrën, pra në kuptimin fizik, por edhe në kuptimin fetar mund ta dëmtoj. Mund ta dëmtoj nga se, të nderuar vëllezër, gjumi i tepërt na pengon neve ose na privon nga ato të mirat e shumta që na dhurohen në kohë të caktuara. Ne kemi përmendur edhe më parë se pjesa e tretë e natës është pjesë e veçantë në të cilën, ashtu siç përkon me madhrinë e Allahut te bareke ve teala, ai zbret në qiellin e kësaj bote dhe thot: a ka kush që kërkon prej meje që t'jap? A ka kush që kërkon falje që ta fal? A ka kush që më lut për ditë që unë t'i përgjigjem lutjes së tij? Dhe parmendoni tani ne të gjithë jemi hallaxhin, jemi njerëz me derte, me gajle, me brenga të ndryshme. Dhe çdo natë e shpërfillim këtë mundësi. E kalojmë këtë kohë në gjumë dhe nuk e shfrytëzojmë në mënyrë që ne hallet tona, dertet tona t'ia parashtrojmë Allahut te bareke ve teala. Dhe do doja që t'i drejtohem të gjithë prindërve me një këshill të bukur, me një këshill të artë, të cilën një grua fisnike, grua një profeti dhe një herësh nën e një profeti i ka dhënë të birit. Fjala është për nënën e Sulejmanit alayhis salam, për gruan e Davudit alayhis salam, e cila i ka thënë të birit Sulejmanit alayhis salam: o biri im, mos e tepro me gjumë, për shkak se ai që flan shumë në ditën e llogarisë do të jetë fukara. Ai që flan shumë në ditën e llogarisë do të jetë fukara. Do të jetë fukara nga të mirat. Pra nuk do të ketë të mira, nuk do të ketë sevape, nuk do të ketë shpërblime, për arsye se për çdo natë të vetme të jetës së tij, ai do të shpërfill këto mundësi të arta. Ai do të shpërfill kohën e hershme që, siç na ka mësuar Muhamedi alayhis salatu wassalam, hajri, bereqeti, mirësia e këtij umeti është në kohën e hershme. Ai kohët që janë më vitale, orët që janë më vitale për t'i kaluar në punë, do t'i kalojnë në gjumë. Paramendoni
orari ditor, orari i logjikshëm ditor për punë është 6 deri në 8 orë. Nga namazi sabat, që mund të fillojmë punojmë për shembull që nga ora 6 e deri në ora 12 janë plot 6 orë ku ne mund ta mbushim këtë kuotën e punës. Pikërisht dikush në këtë kohë e kalon në gjumë. Pra në kohën kur të tjerët, kur bota e civilizuar, kur bota përparimtare kalon kohë të shumtë në punë, ne kalojmë kohën në gjumë. Prandaj nuk përfitojmë as në këtë botë, por as edhe në botën tjetër. Kështu që nëse i duam fëmijët tanë, nëse i duam pasardhësit tanë, t'i këshillojmë që mos kalojnë kohë të shumtë në gjumë, për arsye se mund të rinxhallen, Allahu na falt, Allahu na ruajt, për Allah te bareke ve teala duke qenë të varfër. Prishësi tjetër, ose ajo gjëja që rrezikon zemrën dhe që nga gjitha këto që ka përmendur Ibn Kaimi është më i rrezikshmi, ka të bëjë me lidhjen e zemrës me dikë tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Ky është një rrezik të jetë i madh për faktin se pasojat e tij e prekin drejt për drejt besimin. Pra kanë të bëjnë drejt për drejt me besimin, prandaj edhe duhet që ne kashi kësaj të jemi të jetë kujdesshëm. Ka mënyra të ndryshme se si manifestohet kjo lidhje e zemrës për dikujt ose për diçka tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Mënyra e parë është kur ne lidhemi me dynjan. Ndonjëherë ne jemi të dhënë pas paras, pas fitimit, pas dynjas dhe harrojmë botën tjetër. Harrojmë se kemi me vdekur, harrojmë se do të lëmë çdo gjë në këtë botë, harrojmë se do të dalim para Allahut te bareke ve teala. Prandaj njerëzit e tillë që zemrën e tyre kanë lidhur për tyre gjërave materiale, janë njerëz që kanë dëmtuar veten. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Taisa abdu dinari wa taisa abdu dirham." Robi i dinarit është i mirë, robi i dirhemit është i mirë. Pra ai njeri i cili e kalon Allahun te bareke ve teala dhe është dhënë pas dynjas, pas kësaj që është kalimtare, pas kësaj që nuk mund ta merr me vete, pas kësaj e cila do të tretet herët ose vonë, ai njeri vërtet është i mirë. Prandaj ne si besimtar duhet kemi kujdes që të mos lidhemi shumë me këto gjëra materiale, për faktin se ato mund që në vend të Allahut te bareke ve teala të zënë vend në zemrën tonë dhe kësaj na dëmtojnë shumë. Lloji i dytë është kur ne lidhemi me njerëz. Kur ne synojmë kënaqësinë e njerëzve para kënaqësisë së Allahut te bareke ve teala. Kur ne synojmë kënaqësinë e një pushtetari, kënaqësinë e një njeriu të caktuar dhe për hir të kësaj kënaqësie ne edhe hidhrojmë Allahun te bareke ve teala. Prandaj kjo e ka rrezikun të madh, nga se jo vetëm që Allahu do të jetë i hidhruar me ne, por si kundër efekt edhe njerëzit do të jenë të hidhruar me ne. Prandaj në një prej atyre letrave që nëna jon, Aisha, Allah qoftë i kënaqur me të, i ka dërguar sahabiut të nderuar Muaviut, Allah qoftë i kënaqur me të, i ka thënë që të ketë kujdes se po tha diç për të kënaqur njerëzit e për ta zemëruar Allahun te bareke ve teala, Allahu do të jetë i zemëruar me të dhe edhe njerëzit do të zemërohen. Pra ne duhet ta kemi në radhë të parë dhe para çdo gjëje absolutisht kënaqësinë Allahut te bareke ve teala. Lloj tjetër i lidhjes së zemrës për diçka tjetër përveç Allahut xhelle wala është edhe ajo që quhet ashk, dashuria. Keni parë ata njerëz që janë të dhënë pas dikujt. Pra dikush qof mashkull, qof femër, e do dikë dhe pastaj kjo dashuri e verbon dhe e dërgon deri në ato nivele që pastaj më nuk e ka fare problem se çfarë veprimesh bën. Madje edhe mund që
ta dëmtoj dhe ta mbyt. Allahu te bareke ve teala na ka përmendur në Kur'anin famadh në rrëfimin e Jusufit alayhis salam, rastin e gruas sunimtare të Egjiptit, e cila ishte e dashuruar fort pas tij dhe e cila kishte provuar që madje edhe të bënte marrëdhënie intime me të. Dhe për çka ajo e kishte kërcënuar me burgim se nëse ai nuk do të pranonte dhe Jusufi alayhis salam nuk ka pranuar, do ta burgoste dhe ajo e ka burgosur atë. Pra, ashku e ka çuar deri në atë nivel saqë ja ka humbur arsyen, ja ka verbuar mendjen dhe nuk ka qenë në gjendje, nuk ka qenë e vetëdijshme për të marrë vendimet e duhura që duhen të merrem. Prandaj ne si besimtar na duhet që kemi kujdes të madh në mënyrë që në zemrën tonë askush dhe asgjë të mos zëvend përveç Allahut te bareke ve teala. Për faktin se dashuria duhet t'i kushtohet vetëm Allahut te bareke ve teala. Dashuria, të nderuar vëllezër dhe motra, është vepër e zemrës dhe është pjesë përbërëse e besimit. Një besimtar nuk mund të jetë besimtar në qoftë se nuk e ka të rregulluar edhe çështjen e dashurisë për Allahun te bareke ve teala. Prandaj ndonjëherë kur dashuria devion, kur dashuria lajthit, ajo merr disa forma të cilat janë vërtet të urryera dhe cilat kanë rrezik të jetë të madh. Ndonjëherë dashuria për të tjerët mund të kalojë në nivele të idhujtarisë. Allahu te bareke ve teala ka përmendur në kapitullin Bekare që ka njerëz që kalojnë në idhujtari pikërisht nga ky aspekt, kur në zemrat e tyre kanë vend për dikë bashkë me Allahun. Pra jo vetëm ata nuk e përjashtojnë Allahun te bareke ve teala, por krahas Allahut xhellu ala marrin edhe të tjerë dhe kjo i shpihen në idhujtari, ka thënë Allahu: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Për njerëzve ka të tillë që marrin zota të tjerë pos Allahut, dhe të cilat i duan siç e duan Allahun. Dashuria e tyre për Zotin më nuk ka kuptim, nga se në momentin që këtë dashuri ja kanë kushtuar edhe dikujt tjetër pos Zotit, ajo ka kaluar në idhujtari. Rasti i dytë është kur njeriu e do atë që Allahu e urren. Si besimtar ne kemi për detyrë që ta duam atë që Allahu e do dhe ta urrejmë atë që Allahu e urren. Prandaj nëse ndodh që në zemër të kemi dashuri për diçka që për shembull Zoti e urren një sjellje, një tipar, një dukuri të caktuar, ne nëse duam atë, atëherë duhet ta dimë se ne kemi zemër të sëmurë. Ne kemi zemër të sëmurë për shkak se Allahu krijuesi ynë po urren diç ndërsa ne po e duam atë. Dhe rasti i tretë ose lloji i tretë është kur ne duam gjëra të cilat na largojnë në një ose formë tjetër nga përkushtimi për Zotin. Për shembull, në disa raste ne kemi dy gjëra për të zgjedhur. Kemi namazin dhe kemi një çështje tjetër, çfarë do të qoftë ajo. Dhe në këtë rast ne nuk i japim përparësi namazit, por i japim përparësi kësaj çështjes tjetër, dhe kjo është dëshmi se zemra jon është e sëmurë, është e rrezikuar nga se ka pasur mundësinë që ta dëshmoj veten, është testuar dhe ka dështuar në këtë testim. Prandaj, nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, Allahut dhe asaj që ai na ka urdhëruar duhet t'i japim përparësi. Dhe kësaj e dëshmojmë edhe besimin, e dëshmojmë edhe dashurinë që kemi për Allahun, për fenë dhe për dërguarin e tij. Prishësi i fundit që Ibn Kaimi ka përmendur ka të bëjë me një çështje kashisë së cilës ne nuk jemi edhe shumë të vetëdijshëm. Është fjala për ato dëshirat, për ato ëndrat të cilat ne i kemi,
dhe të cilat në fakt janë të kota, nuk janë të vërteta, janë ato dëshirat të cilat nuk janë sikur ajo karriga lëvizëse, e cila nuk na çon asgjë kundi. Pra, nuk na dërgon askund. Prandaj ne duhet kemi kujdes nga se besimi nuk është dëshirë e rreme. Besimi është lëvizje, është veprim, është vepër konkrete. Këto dëshirat cilat mund t'i kemi ato në të vërtet mund t'jenë edhe si lloj vezvese ose hamendësimi që na vjen prej djallit. Dhe do doja t'ju përmend diçka që është vërtetuar se e ka thënë sahabiu nderuar Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe kur njeriu të hipën në kafshën e tij ose tani në mjetin e udhëtimit, djalli i vjen dhe i thot këndo. Nëse nuk këndon, atëherë i thot ëndra. Po e përsëris, kur njeriu të hipën në veturën e tij, djalli i vjen dhe i thot këndo. Nëse nuk këndon, i thot atëherë ëndra, dëshira. Kuptimi i kësaj është se kur njeriu të hipën në veturën e tij ose në mjetin e tij me të cilin udhton, ai duhet ta përmend Allahun te bareke ve teala, duhet ta falenderon Allahun te bareke ve teala. Dhe për atyre mënyrave se si djalli mundohet që ta shmang nga përmendja e Zotit, është që e para provon për ta çuar në mëkat. Dhe nëse nuk ja arrin, atëherë ja jep këtë idenë e ëndrrimit, e dëshirimit të kotë, në mënyrë që ai thjesht të mos e përmend Allahun te bareke ve teala dhe të jetë i privuar nga këto të mirat shumëta. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm në mënyrë që mos t'i lëm hapësirë këtyre dëshirave të kota, këtyre ëndrave të kota, mirë po ta kuptojmë se çështja e veprimit në fe ka të bëjë edhe me aspektin praktik. Pra, për të dëshmuar fetarin tonë, ne duhet që të kemi edhe vepra konkrete. Besoj se ka raste të shumta, ato që edhe ju, nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, mund të jeni dëshmitar të tyre, raste që nëse nuk e teproj do t'i quaja horror, kur ne gjejmë njerëz që janë vërtet larg çdo fetarie, kur vazhdojnë me mëkate, kur vazhdojnë me gabime, kur vazhdojnë me gjunahe, dhe pastaj vinë dhe filozofojnë duke thënë se Allah është falës, pa asnjë dyshim. Allah është falës, por Allah është edhe ndëshkues. Dhe thirrja e tyre në falën e Allahut te bareke ve teala nuk është e vërtetë. Është mënyrë për ta justifikuar qëndrimin e tyre në mëkat, në gabim. Ndonjëherë gjen shembuj eklatant, shembuj që janë të tmerrshëm të njerëzve që për shembull e kanë pyetur dikë se cila është ëndra jote, çfarë ëndron, çfarë ke dëshirë. Ka thënë që ëndroj që të vdes duke pasur ballin në sejdë. Pastaj kanë pyetur se a fal namaz, ka thënë jo. Pra si do të vdesësh në sejdë kur ti nuk je duke falur namaz, kur je duke bërë njërin prej mëkateve më të mëdha. Prandaj ne nuk duhet të lejojmë që dëshirat e kota, ëndrat e pavërteta, pra ato që nuk prodhojnë efekte në jetën tonë, pra që nuk na nxisin. Nëse ne kemi ëndër xhenetin, duhet punojmë për xhenetin. Nëse ne kemi ëndër faljen e mëkateve, ne duhet të nxitojmë për faljen e mëkateve. Pra, dëshirat e kota, ëndrat e kota, nuk duhet që të na privojnë nga të mirat e Allahut te bareke ve teala. Këto ishin disa prej atyre gjërave që Imami Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, i ka përmendur, dhe të cilat kanë në fokus shëndoshmërinë e zemrës. Siç e dini, ne me zemër përshkojmë rrugën për tek Allahu te bareke ve teala. Prandaj nëse zemra është e sëmurë, atëherë udhëtimi ynë do të jetë i vështirë. Nëse zemra është e pastër, atëherë udhëtimi ynë tek Allahu do të jetë i lehtë, dhe në bazë të zemrës edhe arrihet, në bazë të zemrës së pastër,
arrihet edhe shpëtimi. Allahu ka thënë: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Në ditën e llogarisë, a ditë pasuria dhe bit nuk do të bëjnë dobi. Do të bëjë dobi vetëm zemra e pastër. Allahu na dhënë zemra të pastra. Allahu na mëson që të takojmë atë me zemra të pastër. Dhe Allahu na pas në mbrojtjen dhe sigurinë e tij çdo herë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.